përsipër. Në një emision është thënë se shpirtat e vdekur vinë në studion kur po mbahet emisioni. Mbi atë që quhet rimishërim. Nona, e keni gjuar të është nona, filoni është nona, edhe këta që bëjnë kështu muhabete me shpirtat e thrasin shpirtat, janë nona. Dhe më thonë mashtrojnë njerëzit nëpërmjet xhinëve, edhe njerëzit janë njisha për të hongër petlla. Njerëzit janë njisha për të ngrënë petulla. I hajnë petullat me ujë fare, pa pikë vaj. Alhamdulillah. Kështu që mos besonin këto gjëra. Ne muslimanët nuk besojmë në rimishërim, nuk besojmë në kthimin e shpirtrave, nuk besojmë në transformimin e shpirtrave, nuk besojmë se kthehen, nuk besojmë se mund të komunikosh, nuk besojmë se mund të thrasësh. Të gjitha këto janë muhabete xhindësh. Tallen këta bashkëpunëtorët me xhindët, tallin vetullat me ignorantët, me të paditurit.